Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shprehu mbështetje ndaj kërkesave të protestuesve që janë ngritur për çështjen e Zvërnecit. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryedemokrati u shpreh se forca politike që ai drejton do të jetë në krah të qytetarëve. Lidhur me pse ne mbështesim plotësisht kërkesat e parashtruara nga qytetarët me një deklarat të tyre serioze. Ne mbështesim largimin e Edi Ramës si një armik i egër i kombit shqiptar. Madje Berisha kërkoi që deputetët demokrat dhe simpatizantët e Partisë Demokratike duhet i bashkohen protestuesve. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protest. Berisha u shpreh se forca politike që ai drejton ka kundërshtuar çdo nismë të qeverisë që kërcënonte mjedisin. E nisi me shkatrimin e parkut Butrintit. E vazhdoi me shkatrimin e zonës së mbrojtur të Nartës. Nuk ka krim më të shëmtuar se aeroporti. De facto, jeta e kolonive të flamingove, në qoftë se fillojnë fluturimet, bëhet e pamundur në atë lagunë. Kryetari i Partisë Demokratike bëri me dije se gjatë pjesëmarrjes në takimin e partive popullore europiane, ka informuar ndërkombëtarët për tubimet që po zhvillohen në kryeqytet prej disa ditësh.